Atëherë, po ndaloja për një moment dhe mendoja që 20 vjeçare ka shumë për të dhënë këtij vendi, po mendoja që isha një zë i ri, ide inovative, ide të freskëta për t'i dhënë këtij vendi drejt frymësimit të së ardhmes. Mendoja që isha një përfaqësi shumë e mirë e rinisë, duke qenë se shpeshherë kam parë që rinia nuk ka qenë përfaqësuar ashtu siç duhet. Dhe thash pse jo? Kesi ti jetë ajo nismëtarja që ti përfaqësoj densisht rinin. Po e ka pak nga pjesa që bindjet e mia kanë qenë të kahershme të majta. Po cek pak pjesën që gjyshi im i ndjer ka qenë një themelues i Partisë Socialiste në komunitetin ku unë jetojnë, pra në Babru. Pastaj babi im një pasues, një kontribues për këtë parti dhe një mbështetës i madh i kësaj partie dhe thash pse jo dhe unë, mbesa dhe vajza, të mos ndjek hapat e tyre. Pra është dhe pak çështje familjare. Është dhe pak çështje familjare, por nuk mund të lë pa cekur që kanë qenë dhe faktet historike. Duke parë shumë punë të bëra nga Partia Socialiste, sidomos në komunitetin ku unë jetoj, ndryshime drastike. I kam jetuar që kur Partia Socialiste hyri në fuqi në vitin 2013, unë kam qenë vetëm 8 vjeç.